arrogancës vetëvendosës e cila më shumë se një muaj po i blokon themelimin e kuvendit, LDK e reagoj shpejt. Pra, brenda 24 orëve, me njëherë pas konsultimit të personave kryesor përgjegjës brenda LDK, si këtyn përgjegje. Pra, nuk e zhagitën. Brenda 24 orëve mendoj që është kohë shumë optimale. E dyta, LDK-ja nuk tregoj egoizëm dhe as abdigjiku vetë, duke kërkuar ta zëm pozitën e kryeministrit, siç edhe është pritur, madje është komentuar, edhe unë vetë kam pritur se ndoshta LDK-ja do të pranoj me kusht që ta ketë kryeministrin, sepse këtë kishte thënë edhe para zgjedhjeve se ne bëhemi pjesë e një qeverie vetëm nëse e drejtojmë atë. Pra, nuk e treguan atë, nuk treguan egoizëm, por as pa përgjegjësi. Duke thënë që nuk duam të jemi pjesë e qeverisë, bëni çka doni. Sepse kanë mund ta thonë edhe ata. Ju kemi treguar edhe më herët, nuk jemi pjesë e qeverisë, ju mund të bëni çka doni. Përkundrazi, LDK-ja dhe abdigjiku. Kjo qeveria tranzitore si ide, a është diçka që mund të funksionojë apo është vetëm të ketë një lloj përgjigje nga LDK-ja? Në rrethonat aktuale unë mendoj, madje unë kam thënë edhe vetë më herët se një qeveri qoftë teknike, e teknike në kupton që mos t'jenë drejtuesit e dikastereve, ministrat, mos jenë domosdoshmërisht politik, por të jenë njerëz profesionit, do t'ishte dalja nga kriza. Teknik ose ekspert. Teknike është duke thënë. Domethënë, ose një qeveri teknike, ose një qeveri ku të gjitha subjektet e marrin përgjegjësinë, por kur është afat shkurtë duhet të ketë edhe agjendën e qartë dhe këtë propozoi Kurti. Pra, nëse është qeveri politike për gjithë përfshirëse, ajo duhet të ketë një synim ose një agjendë shumë madje të kufizuar, të limituar dhe unë mendoj se çështja më kryesore, çështja më emergjente për cilën do duhej të bëhej një qeveri nëse mund ta quajmë qeveri e unitetit, është për ta përmbyllur dialogun me Serbinë, gjithsesi për ta themeluar asociacionin. A mendoj që do pranohet nga tjerët? Nuk e di, do të presim reagimit, por nga përvoja e deri tashme politike, mund të ketë përveç zotrit Haradina i cili tashme ka dhënë sinjale pozitive, unë pres që edhe PDK-ja me reagu pozitivisht, jam shumë skeptike për vetëvendosjen. Po, skeptike për vetëvendosjen, ja vetëvendosja çfarë ka deklaruar nëpërmjet disa eksponentëve, po ka qenë edhe Donika Gërvalla nga Guxo që ka reaguar. Dibal Basha thotë ne ofrojmë hajde vazhdojmë bashkë me një qeveri stabile me 76 deputet. Ky thotë ja s'mundem pa PDK-n e AK-n. Kryeministri e zgjati dorën e bashkëpunimit dhe Lumiri zgjeti me refuzu. Ai po propozon të vjetrën me mbajtjen e gjallë. Ajo është e pamundur, por edhe e papranueshme. Ti vazhdo me ta, ne jo. Thotë vazhdojmë. Rrushi Donika Gërvalla thotë jo pa PDK-n, vetëm bashkë me PDK-n. Ky ishte mesazhi sotëm i Lumir Abdigjikut, kryetarit të lidhjes së re dhe ideatorit të rrugës së re. Ja pse votuesi i LDK-s ka braktisur këtë parti dhe këtë kryetar të përkohshëm. E çka nëse nesër VV-ja ose Kurti e fton PDK-n për koalicion, çka do të thonë pastaj këta? Nga Guxo? Nga Guxo, nga ky. Se mendon që do dalin nga partia apo çfarë? Po jo, mëre, po... Nga koalicioni? Nuk di pse flasin kur si pyet kush dorën, zemë, si pyet kush kuptimin si pyet lideri i partisë tyre. Fatime, si tu duk përgjigja Abdigjikut, qeveri nacionale tranzicionit, opsioni mundshëm apo kundër përgjigje që e zgjat sagën edhe problemin politik? Realisht e kam parë tokoklavitur të paqartë dhe kontradiktor në secilën pikë të saj. E para punës nacionale e tranzicionit, nuk e mendoj që jemi në një fazë të tillë që kërkohet unitet ose përgjithësi të marrin gjitha partitë shqiptare. Madje kemi pas një reagim të njërës nga përfaqësuesit e komuniteteve cila reagon ashpër duke u ndjer e përjashtuar nga ideja zotit Abdigjikut, po kjo do të ishte më pak problematike, sikur ta kishim pas për shembull një gjendje të jashtëzakonshme, edhe që kërkohet që partitë shqiptare megjithatë të marrin vendime dhe përgjegjësi për të dalë prej krizave
si për shembull nëse kishim pas një sulm të madh prej Serbisë ose të ishim kanë gjendje lufte, ose sikur Kosova mos kishte arrit të bëhej shtet, edhe pasaj prej krizës në krizë kishim vazhduar, por në situatën ku jemi është totalisht të panevojshme. Kjo përgjigje sot flet